Qeveria e Kosovës ka pranuar të lëshojë leje të përkohshme qëndrimi për 12 muaj për pjesëtarët e komunitetit serb që nuk kanë dokumente të Kosovës dhe të njohë kartat e identitetit të lëshuara nga autoritetet serbe. Hapa këto që i zbusin pasojat e zbatimit të plot të ligjit për të huajt dhe për automjetet, i cili hyn në fuqi në 15 mars. Sipas legjislacionit në fjalë, personat që nuk janë të pajisur me dokumentet të Kosovës do duhet të marrin leje qëndrimi, ndërsa automjetet me targa të huaja nuk mund të qarkullojnë në rrugët e vendit për më shumë se 3 muaj ose në bazë autorizimi. Masat e reja lehtësuese për pjesëtarët e komunitetit serb vijnë pas takimit që kryeministri Albin Kurti zhvilloi në Prishtinë me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, si dhe shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, Aivo Orav. Orav pohoi se gjatë javës së fundit kanë pasur diskutime intensive me Kurtin derisa u pajtuan për masat shtesë. Shpresojmë që të gjitha çështjet vendore të zgjidhen sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të ecin përpara me procesin e integrimit në BE. Në takim, u përqendruam së pari te zbatimi i plotë i ligjit mbi të huajt, diskutuam që zbatimi të fillojë nga nesër. Kemi pasur bisedime intensive gjatë javës së fundit dhe sot është arritur pajtimi i zbatimit të ligjit për të huajt me disa masa shtesë, sidomos kur bëhet fjalë për regjistrimin e banorëve serb të Kosovës dhe personave me leje qëndrimi të përkohshëm. Zbatimi plot i ligjit për të huajt dhe për automjetet është kundërshtuar nga pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, përfaqësuesit e tyre politik dhe sektorit civil, të cilët argumentojnë se një gjë e tillë do të ndikojë negativisht te komunitetet pakic, si dhe tek sektorët e shëndetësisë dhe arsimit, që veprojnë brenda sistemit të Serbisë në mjediset me shumicë serbe. Kjo për faktin se masa do të preknin pjesëtarët e komunitetit serb që nuk kanë dokumente të Kosovës, por jetojnë, punojnë apo studiojnë në Kosovë.